Mirëmbrëma i nderuar profesor doktor Sali Berisha, mirëmbrëma të dashur demokrat. Nuk pa kishte marrë mendja që pas 333 ditë të rrugës të shpresës, ne do detyroheshim të bënim përsëri një foltore. Tani më jo foltorja rrugës të shpresës, por foltorja parlamentare shqiptare. Jemi gjithë të mbledhur këtu, idealista, parimor, qëndrestar, që nuk u dorëzuan asnjëherë dhe pavarësisht gjitha sakrificave dhe vështirësive që Partia Demokratike po kalon, ne jemi përsëri këtu. Përsëri të bashkuar, përsëri për t'i treguar dhe një herë regjimit që ne nuk jemi dorëzuar. Nuk jemi dorëzuar edhe pse na vodhën zgjedhjet. Ishte makabër zgjedhore, ne këtë e dim, por ne nuk ankohemi, ne vazhdojmë akoma të paraqitemi këtu. Ne vazhdojmë akoma sepse ne i kemi hyrë një rrugë pakthim. Një rrugë pakthim sepse kemi arritur aq shumë gjithë së bashku, duke filluar nga çadra e lirisë, ku kam qenë e vogël por mbaj mend shumë nga fytyrat tuaja, duke vazhduar me protestat e njëpasnjëshme, nga foltorja, nga gazi, të cilën e kemi provuar gjithë ne që jemi të pranishëm këtu, besoj. E kemi parë, ekonomi nuk ka. Mjerimi është ulur këm kryq në sofrat e shqiptarëve. Pasuria nuk ekziston më, jo vetëm në aspektin ekonomik, por dhe në aspektin moral. Dhe në momentin që nuk ke moral, në momentin që shkatrohet familja, në momentin që shqiptarët ndihen të huaj në vendin e tyre, atëherë ma thoni pak ju lutem, për çfarë jetojmë ne? Njeriu jeton për dinjitet dhe kur ky dinjiteti mohohet, është fundi. Është fundi nëse familja e cila realizohet nëpërmjet ligjit të natyrës dhe asaj që ka krijuar Zoti, të kaloj në prindin 1 dhe prindin 2 është e tmerrshme. Nëna dhe babai janë figurat që krijojnë familjen tradicionale shqiptare. Dhe këta duan ta shkërmogjin, këta duan të krijojnë një frymë sorosiane që e shkatron familjen, që e shkatron Shqipërinë. Në fakt, Zotin e përmendim shpesh sepse shqiptarët janë besimtarë, muslimanët, krishterë nuk ka rëndësi. Dhe, siç e thash, familja dhe Zoti janë 2 nga shtyllat kryesore të Partisë Demokratike, por komunistat nuk kanë Zot. Komunistat nuk kanë Zot dhe prandaj duan ligjin e barazisë gjinore. Komunistat nuk kanë Zot, prandaj shqiptarët ndihen të huaj në Shqipëri. Prandaj të gjithë duan të largohen. Prandaj shikojmë nëna me lot në sy. Prandaj shikojmë familjarë që i kemi të shpërndar kudo nëpër botë. Dhe ne të fundit që kemi mbetur në Shqipëri, ne vazhdojmë luftën tonë, një luftë e cila domosdoshmërisht do ketë shpërblim. Zoti thotë që njeriu duhet luftoj kundër së keqes, sepse në momentin që luftojmë kundër së keqes, në momentin kur luftojmë kundër padrejtisë, atëherë vjen dhe shpërblimi. Pas çdo vështirësie vjen dhe shpërblimi. Prandaj, le të jetë kjo dita e parë e një foltoreje parlamentare shqiptare që do sjell fitoren e Partisë Demokratike. Mos u dorëzoni, kemi arritur shumë, ju lutem të vazhdojmë rrugën tonë siç kemi bërë deri tani. Ju faleminderit.